Mëngjesi 7 janarit nuk qej zakonshëm as për deputeten Blerta Deliu. Me të hapur syt, në telefonin e saj ajo kishte parë një mesazh i cili po e paralajmëronte që urgjentisht duhej të paguante një xhop trafiku. Fillimisht Deliu për kiksin tha se ju duk goxha e besueshme. Në mëngjes, sot diku rreth orës 10 në mëngjes e kam pa një mesazh, edhe me thënë drejtën në përshtypjen time të parë ke mbase mund mu duk pak si vërtet, për shkak se informatat e fundit që janë vendosur kamerat sigurisë për shkak të kundërvajtjeve në trafik dhe që policia i ka forcu masat e ndërmarra në raport me kundërvajtësit, më qunë me njëherë tek përgjigja që mund t'jetë diçka e vërtet. Me njëherë, Deliu kishte filluar procedurat për konfirmim. Provova me kontaktu me gjetë një adres ku mund të pës. Me njëherë u futa në Kosovë dhe pashë nuk kam do një kundërvajtje në Kosovë dhe provova me u qasë ati kontaktit duket ke agencioni trafikut të Kosovës, diçka në një mesazh i fundit dhe aty nuk ishte informat. Me të konfirmuar nga Kosova se nuk ka asnjë xhop të shqiptuar, e kishte kuptuar se bëhet fjalë për një skemë mashtrimi. Menjëherë Deliu kishte bërë një paralajmërim në rrjetet e saj sociale. Pas atij postimi, një mike e saj e kishte lajmëruar se kishte rënë prej atij mashtrimi e kishte paguar 1000 euro. Ndërkohë e bëra një postim në rrjetet e mia sociale sepse pash një reagim të policisë edhe më telefonoi një mike jamja që kishte pagu 1000 euro vlerë të një dënimit që ka qenë natyrisht fake, një job që ka qenë fiktive dhe kishin fillu procedurat e policisë. Mendova që është mirë ta bëj publike në mënyrë që të tjerë të mos e bëjnë gabimin e njëjtë. Shumë të tjerë qytetarë më kanë kontaktu që e kanë konfirmu që mesazhi ka qenë i njëjtë dhe kanë pas qasje të njëjtë me mënyrën se si ata janë qasur këtyre rrjeteve, po mënoj këtij komunikimi që ka qenë fiktiv. Për Kiks Kosovën, ajo tha se pret që policia të ndërmarrë hapat e duhur. Natyrisht policia duhet ndërmarrë masa dhe pres që të kemi edhe në thirrjen time në rrjetet e mia sociale, provova që të kërkoj nga policia të merren masa, janë sulme kibernetike që i dëmtojnë qytetarët e Kosovës dhe kur duken aq të përafërta me situatën e fundit, unë mendoj që edhe qytetarët mund të bien prej. Gjithashtu Deliu thot se është e nevojshme që qytetarët të sensibilizohen në mënyrë që të mos bijejnë prej këtyre mashtrimeve. Pres që të ketë një sensibilizim më të madh, në mënyrë që opinioni publik të informohen. Natyrisht reagimi i policisë ishte i shpejtë, e pash një reagim të policisë së Kosovës tu i bë media opinionit publik që bëhet fjalë për mesazhe të rreme, por këto nuk janë tash të rralla për shkak të teknologjisë dhe besoj që sensibilizimi i opinionit publik duhet të jetë më i madh.